Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Një shtetas italian është gjetur i vrarë në Tepele, në zonën ku kishte dalë për gjah. Policia bën të ditur se viktima është Edoardo Sarçi, administratori një fabrike tullash në Tiranë, ndërsa janë marrë në pyetje 4 personat që e shoqëronin gjatë gjuetisë. Rektori i Universitetit e Qerem Çabeja Hocana u bën apel të interesuarve të aplikojnë për programet e studimit master deri në fillim të tetorit. Sipas tij, kryerja e studimeve master është domosdoshmëri, pasi vetëm me diplomën e bachelorit nuk mund të hysh në një vend pune. Është mbajtur sot në Tepelen ceremonia e përurimit të bustit të poetit të shquar Petrit Ruka. Tashmë Ruka do të jetë mes bashkëqytetarëve të vet në sheshin Lord Byron. Ceremonia është pasuar edhe me një aktivitet përkujtimor për këtë figurë me kontribute në letërsi dhe kinematografinë shqiptare. Nxjerrja e rakis në fshatin Okov të njësisë administrative Lunxhëri të Bashkisë Gjirokastër mbetet një traditë e hershme që banorët e ruajnë me fanatizëm. Pano Kaporani, një nga banorët që e ka mësuar këtë proces që në fëmijëri, e konsideron nxjerrjen e rakis si një art më vete. Ju njohim tani më gjerësisht. Një shtetas italian është gjetur i vrarë në Tepelen, në zonën ku kishte dalë për gjah. Policia bën të ditur se viktima është Edoardo Sarçi, administrator i një fabrike tullash në Tiranë, ndërsa janë marrë në pyetje 4 personat që e shoqëronin gjatë gjuetisë. Edoardo Sarçi, biznesmen italian që prej vitesh ushtronte aktivitetin në Tiranë, është gjetur i pajeti i qelluar me armë zjarri në zonën e Salarit në Tepelen. Policia bën të ditur se ngjarja e rëndë ka ndodhur 30 minuta pas mesnate në vendin e quajtur Dilan, 44 vjeçari i cili administronte një fabrik tullash në Tiranë, ku edhe jetonte. Mësohet se ishte frekuentues i rregullt i zonës ku dilte për gjueti. Edhe këtë fundjavë, i shoqëruar nga 4 persona të tjerë, ai shkoi në mal për të gjuajtur, por në rrethana ende të paqarta u gjet në rrugë pa shenja jete nga personat që e shoqëronin. Të 4 personat janë shoqëruar në komisariat dhe po pyeten për të hedhur më shumë dritë mbi ngjarjen. Burimet thonë se policia ka tashmë një person të dyshuar, por ende nuk ka një deklaratë zyrtare për të zbuluar identitetin e tij, llojin e armës me të cilën viktima është shëlluar dhe arsyet që e quan autorin drejt vrasjes së 44 vjeçarit. Vjosa në UNESCO, një tjetër krenari për Shqipërinë. Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro ndau sot lajmin e gëzueshëm që lumi Vjosa është përfshirë zyrtarisht në programin Njeriu dhe Biosfera të UNESCO-s, duke e shpallur pjesë të trashëgimisë botërore. Ky vendim historik u shpall në Kongresin Botëror mbi rezervat e biosferës që u mbajt në Kinë. Flamuri shqiptar u ngrit atje nga përfaqësuesit e Bashkisë Buzë-Vjosës dhe nga drejtuesja e Parkut Kombëtar të Vjosës, në emër të gjithë komuniteteve që e mbrojnë dhe jetojnë lumin çdo ditë. Ministria Mirela Kumbaro shprehu mirënjohje për skuadrën e Ministrisë së Mjedisit, Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, ekspertët e UNESCO-s, si dhe për drejtoreshën e përgjithshme të UNESCO-s, e cila në vitin 2023 vizitoi luginën e Vjosës duke e çuar përpara këtë proces. Vjosa është tashmë jo vetëm lumi i shqiptarëve, por pasuri e mbar botës. Një tjetër krenari për Shqipërinë, u shpreh Kumbaro. Rektori i Universitetit e Qerem Çabeja Hocana u bën apel të interesuarve të aplikojnë për programet e studimit master deri në fillim të tetorit. Sipas tij, kryerja e studimeve master është domosdoshmëri, pasi vetëm me diplomën e bachelorit nuk mund të hysh në një vend pune. Paralelisht me aplikimet dhe regjistrimet në ciklin e parë të studimeve bachelor në Universitetin e Gjirokastrës, vijojnë edhe aplikimet për ndjekjen e studimeve master. Ky proces mbyllet në 3 tetor dhe rektoria Hocana i bën apel të interesuarve të regjistrohen, duke kujtuar se pak të cikël studimesh nuk mund të zënë një vend pune. Aktualisht ne nuk mund të flasim dot për një numër, sepse jemi ende në fazën e aplikimit dhe nuk janë ngritur ende komisionet ad hoc për të bërë konkurimet se kush do të fitoj të drejten për të regjistruar në këtë vit akademik. Me i të nga informacionet para që kam, numri aplikuesve sa vjen dhe rritet gjithnjë e më shumë, sepse ato kanë një afat deri në fillim të tetorit dhe pas kësaja do të vazhdojmë me procedurat e mëtejshme. Gjej rastin që nëpërmjet ekranit tuaj të bëj thirrje studentëve që të aplikojnë në sa më shpejt, sepse afatet po vinë drejt përfundimit, për të bërë aplikimet në pranë Universitetit e Qerem Çabejt Gjirokastrës. Pa plotësuar ciklin e plot të studimeve në master,
shkencor dhe profesional, atëre këta student që kanë mbaruar bachelor janë të përjashtuar në tregu i punës. Pra, në qoftë se një i ri që ka përfunduar studimet bachelor nuk futet në sistemin e punësimit, kështu që është detyruar që të përfundojë ciklin e plot të studimeve për të marrë edhe nivelin e dytë të diplomës në master. Kjo është një domosdoshmëri sepse ligji i arsimit të lartë në Shqipëri nuk e pranon faktin që të punësohesh me bachelor. Pra, 3+2 është sistemi i Bolonjës dhe mbas kësaj studenti është detyruar të mbyllë ciklin e plot të studimeve. Përveç infermierisë e ciklit ullët, të gjitha programet e tjera ofrojnë master shkencor BNDD Tulcana, ndërsa renditet e degët ku ka pasur më tepër aplikime. Masteret më të kërkuar aktualisht janë masteret në fushën e infermierisë, janë masteret në fushën masteri shkencor në kontabilitet financë. Natyrisht të gjitha ata që mbarojnë mësuesi bachelor kalojnë automatikisht në ciklin e dytë të studimeve. Tashëm studentët e dinë të gjithë ata që janë diplomuar në fushën e mësuesisë, kalojnë, aplikojnë në masteret shkencor. Pra, rritet akoma më tej niveli i përgatitjes së këtyre kuadrove të ri, sepse nga master profesional ata kalojnë në master shkencor. Në përfundim të raundit të dytë të aplikimeve për studimet në ciklin e parë, rezulton që në degët e Universitetit e Ekrem Çabejt janë shënuar 1200 aplikime. Është mbajtur sot në Tepelen ceremonia e përurimit të bustit të poetit të shquar Petrit Ruka. Tashmë Ruka do të jetë mes bashkëqytetarëve të vet në sheshin Lord Byron. Ceremonia është pasuar edhe me një aktivitet përkujtimor për këtë figurë me kontribute në letërsi dhe kinematografinë shqiptare. Poeti i shquar Petrit Ruka rikthehet në Tepelen tashmë me përmendoren e vet që ka zënë vend në sheshin Lord Byron. Kjo vepër u përurua sot mes miqve të afërmëve të tij, shkrimtarëve, poetëve, akademikëve, klerikëve, përfaqësuesve të pushtetit vendor e qendror në ceremoninë që u hap nga kryetarja e bashkisë Julinda Karteri. Ky nuk është monument i zakonshëm. Është kthimi i poetit në vendlindjen e tij. Aty ku mori frymëzimin e parë. Aty ku i fali jetës së tij një poezi të madhe, të dhimbshme e të drejtë. Petrit Ruka nuk shkroi kurrë për zbukurim. Ai deshi jetën dhe njeriu e thjeshtë, por mbi të gjitha deshi vendin e tij, këto male, këto lumenj, këto gur. Në vargjet e tij gjendet dashuria e madhe për nënën, për të dashurën, për tokën, mallkimi i bërgimit, dhimbja e zbrazjes së fshatrave. Turanin e solli në çdo poezi. Tepelenën e ktheu në metaforë të qendresës. Labërin e ngriti në këngë. Ai tha të vërtetën, pa frikë, ashtu siç e ndjeu. Prandaj dhe poezia e tij prek zemra dhe mbetet e gjallë. Unë do të thosha që Petrit Ruka nuk është vetëm krenaria e Tepelenës, por krenaria e gjithë kombit. Një artist brillant që me punën veprin e tij ka lënë gjurmë, jo vetëm Tepelen, por në mbar vendin. Ashtu siç thamë për Korçën në 878-ën, lumja e tij Korça lule, cile pas shoqet e tua ta paçin për jetë hua, duhet i themi Tepelenës ta paçin për jetë hua, sepse nëse shkon në London, në Paris, në Berlin, në Rom, do të shikosh monumentet e poetëve dhe shkrimtarëve të mëdhenj, monumentet e shpiksave të mëdhenj. Dhe ky është kuti që matet qytetërimi dhe civilizimi. Tepelena po bën një akt të jashtëzakonshëm, një akt madhor, që shpreh një emancipim të madh qytetar dhe shoqëror nga monumentin e një poeti. Janë të pakta qytetet në Shqipëri, për të mos thënë as pak, që kanë monumente poetësh. Kur ne të kemi në të gjithë Shqipërinë monumente poetësh, monumente shkrimtarësh, monumente shpiksish të mëdhenj, njerëzish të artit, kulturës dhe të shkencës, atëherë ne jemi në rrugën e duhur drejt civilizimit. Prandaj unë them sot me përullësi, Tepelen ta paçim hua. Për qytetin e Tepelenës është një ditë e veçantë, sepse sot nderohet një nga bijtë e saj më të shquar, siç është profesor Petrit Ruka. Profesor Petrit Ruka, për koincidencë, ka qenë një nga mësuesit e mi të parë.
Profesor Petri Truka ka qenë nga ata mësues të cilët na ka sjellë një risi në ato vite të vështira kur mësuesi ishte pothuajse një diktator në orën e mësimit dhe ardhja e profesorit në shkollën tonë ishte si një rrezë drite në një errësirë shumë të madhe. Ai fruri një qasje të re me nxënësit, bashkëpunimi me ne ai na vendosi në qendër nxënësit dhe jo mësuesit, sikurse ishte metodologjia dhe pedagogjia e asaj kohe. Dhe si shkrimtar dhe poet, ai u kthye një nga korifejt e letrave shqipe dhe ai ka ikur nga jeta në kohën dhe në momentin kur ai kishte për të dhënë akoma dhe më shumë letërsisë shqipe. Ikja parakohshme e Petritit është një humbje e madhe për Tepelenën, por edhe për kombin shqiptar. Sot mikun e tyre në Tepelen kishin ardhur të takonin edhe gazetarët e poetët Ilirian Zhupa e Aleksandër Çipa, të cilët vlerësuan kontributin e Rukës në letërsinë shqipe. Jam në Tepelen për të takuar me mikun tim të shtrenjtë Petrit Rukën, i cili për fat keq në la disa vjet më parë. Dhe besoj që jo vetëm unë, por gjithë Tepelena do të shmallet me ta. Në këtë ditë, në këtë ngjarje kaq të bukur, më vjen mirë për Petritin që është këtu, por më vjen mirë dhe për Tepelenën që nuk ka më vetëm luftarët, ata që kanë bërë luftrat historike, nuk ka më vetëm ata të luftës dytërore, po i ka përballë edhe intelektualët e mëdhenj të Tepelenës, Petrit Truka në një krah, Salini Vica në krahun tjetër, me Bajronin në mes. Petrit Truka përfaqëson atë poet atipik të letërsisë shqipe, që solli jo vetëm forcën e lirizmit dhe kryesisht lirizmin historik, por referenca në balada të cilat e morën materien nga poezia orale popullore dhe solli elementin më substancial të folklorit shqiptar në mënyrën më të kultivuar të mundshme. Ka shumë përcaktime për poetin Petrit Truka, sidomos për marrëdhënien e tij me poezinë botërore. Ai nuk është Esenini që i këndoi nënës, por është Esenini që i këndoi atit. Prandaj disa nga lirikat sociale të tij, siç është ajo Grua ta kam nxirr jetën apo Baban e ikëm e tjerë, janë në vetvete thirrje të fuqishme sociale për shoqërinë njerëzore në gjithkohësi. Universaliteti i poezisë së Petrit Trukës është në thelbin e vet identifikim i kombëtares, që do të thotë ai foli si qytetar shqiptar, jo vetëm i së shkuarës dhe i së tashmes, por më së shumti si poet i qytetar i së ardhmes. Petri Truka u nda nga jeta në korrik të 2021-shit në moshën 67 vjeçare. Ai ishte poet, regjisor, skenarist i filmit artistik, dokumentare vizatimor, por studiuesit dhe veprës së tij besojnë se kontributi që e ka bërë atë unik ishte poezia. Inspektorati i mbrojtjes së territorit në bashkinë Sarand me mbështetjen e policisë së Rendit dhe policisë bashkiake ka nisur prej ditës së djeshme aksionin për prishjen e ndërtimeve pa leje në hapësirat publike. Operacioni ka filluar në lagjen numër 4 të qytetit, ku javët e fundit janë konstatuar disa shtesa në katet e para të pallateve. Këto ndërhyrje jo vetëm kishin zaptuar hapësira publike dhe sipërfaqe të përbashkëta, por në disa raste bllokonin edhe kalimin e qytetarëve. Deri më tani banorët nuk kanë shfaqur rezistencë ndaj ndërhyrjes. Sipas burimeve zyrtare, aksioni do të vijojë në të gjithë territorin e bashkisë Sarand, duke përfshirë edhe zonën e Eksamilit. Në bashkinë e Libohovës është drejt përfundimit procesi i kontraktimit të kullotave për blegtorët, pas paraqitjes së kërkesave prej tyre. Sipas specialistit të bujqësisë Filip Zëra, vetëm blegtorët me numër më të madh krerësh kanë pasur nevoja më specifike, ndërsa pjesa tjetër nuk kanë hasur probleme. Sfida kryesore për blegtorët mbetet mungesa e fuqisë punëtore, që po ndikon në zhvillimin e blegtorisë në zonë. Në bashkinë e Libohovës, procesi i shpërndarjes së kullotave për blegtorët është drejt finalizimit. Të gjithë blegtorët kanë paraqitur tashmë kërkesat e tyre dhe sipas specialistëve të bujqësisë, brenda këtij muaji pritet të lidhen të gjitha kontratat. Kjo nisëm ka për qëllim të garantojë përdorim të rregullt dhe të kontrolluar të sipërfaqeve të kullotave, duke u ardhur në ndihmë blegtorëve të zonës. Për kullotat dimërore nga ana e fermerëve janë bërë kërkesat dhe brenda muajit shtator do të lidhen kontratat, pasi rreshtet e shiut kanë favorizuar dhe këtë proces, mbirja e barit
është më herët se vitet e tjera dhe kontraktimi i tyre dhe ruajtja e tyre për fshinën e dimrit ka ardhur më përpara. Megjithatë, edhe pse çështja e kullotave është drejt zgjidhjes, sfida më e madhe për blegtorët e zonës mbetet mungesa e fuqisë punëtore. Kryesisht blegtorët e Bashkisë së Lipohavës nuk kanë pas ndonjë problematikë me përjashtim të blegtorëve të qytetit Lipohavës, të cilët kanë numër të lartë krerësh dhe kullota më pak. Këta kullotat i kanë siguruar kryesisht në bashkitë e Lipohavës, në zonën e Zagories dhe në bashkitë e tjera në bashkinë e Droput. Për fuqinë punëtore si në gjithë vendin dhe në gjitha fushat dhe në sektorin e blegtorisë ka mungesë të fuqisë punëtore. Kjo për shkak të pasi është një proces që nuk e dashurojnë dhe shumë të rinjt dhe një pjesë të rinjve ndodhen në emigracion. Bashkia Libov ka ndërmarrë masa për të menaxhuar më mirë hapësirat dhe për të shmangur konfliktet mes blegtorëve, çka e bën këtë vit më të lehtë krahasuar me sezonet e kaluara. Nxjerrja e rakisht në fshatin Okov të njësisë administrative Luxhëri të bashkisë Gjirokastër mbetet një traditë e hershme që banorët e ruajnë me fanatizëm. Pano Kaporani, një nga banorët që e ka mësuar këtë proces që në fëmijëri, e konsideron nxjerrjen e rakisë si një art më vete. Ai tregon procesin e distilimit dhe thekson dëshirën për ta përcjellë këtë trashëgimi edhe tek të rinj, që tradita të mos humbas dhe të vazhdojë edhe ndër breza. Rakia është një nga traditat më të hershme të vendit tonë, e cila ruhet me fanatizëm nga banorët në shumë zona të Shqipërisë. Nxjerrja e saj nuk është vetëm një proces i zakonshëm, por një pjesë e identitetit dhe kulturës popullore. Në fshatin Okov, banorët po ndjekin këtë proces të bukur të sezonit. Për ta, ky është një moment i veçantë ku puna, kujdesi dhe tradita bashkohen, duke dhënë një produkt që ka vlera si për përdorim familjar, ashtu edhe për mikpritjen shqiptare. Një prej banorëve që e trashëgon këtë traditë është Pano Kaporani. Ai tregon se ka nisur të mësoj procesin e nxjerrjes së rakisë që në fëmijëri, duke ndjekur hap pas hapi çdo detaj nga familjarët e tij. Traditë po që ka pasur në kohë, po kjo traditë e rakisë është kudo në vendin tonë. Po se cili ka pasur ato punime, nxjerrjen e rakis, disa nxjerrin me kazan, me dikur nxjerrim në koshtra, nëse s'kishim. Tani dolen ca gjëra më të mekanizuar, më të sofistikuara tani që nxjerrim rakin, e nxjerrim shumë kollaj tani. Më përpara nxjerrim me dru, tani nxjerrim me gaz, se ka edhe leverdisë dhe druri me lek është, po dhe gazi nuk të timos, nuk të endesat atje, ri bë dhe një punë dhe ajo vazhdon. Sot është dita e parë? Sot është dita e parë që ngre kazanin tani. Tani bëra ca punë që kisha për të bërë vërdash të pisë, se kam dhe një dy deli, regullova, tani do filloj të nxjerrë sa të nxjerrë. Avash. Të gjithë banorët e nxjerrin raki në këtë periudhë këtu? Po, të gjithë banorët, po të shikosh të dalësh në maj të vizitemin e të bregut, do shikosh se ku janë këta që nxjerrin raki, se është koha më optimale, se është edhe koha e ngrohtë. Kur është koha e ngrohtë, që ka diell, ka ashtu dhe edhe kazani ngrohet më shpejt, ose nuk ka ftohtësirë, ka ngrohtësirë dhe bëhet më shpejt. Tani është procesi më i mirë për këtë punë. Për Kaporani, ky proces nuk është vetëm punë, por një art më vete që kërkon durim, përkushtim dhe dashuri. Edhe kjo punë e rakis është një diçka si art më vete. Është art më vete, pse? Se që nga mbledhja i rushit, që nga depozitimi brenda në përfuqira. Po e mbledhjen e përfuqira do të trazosh rreth 10 ditë, 2 ditën, 3 ditën të fermetohet. Pasi mbaron valën e fermentimit, ai nxjerr lëngun rushi përsipër, atëherë është gati për të nxjerrë rakin. Atëherë vazhdojmë, nxjerrim rakin, kazanin këtu si që shikon, fuqia me ujë aty, vazhdojmë procesin, nxjerrim rakin tek bie rakia aty, rakia që bie në fillim si shampanjë, se është rushi i mirë, se rushi i ëmbël, ka edhe rushi i vreshtit është më i ëmbël akoma, po edhe ky rushi i shtratit si vjet na bë shikir zotit në patën prodhime si vjet.
Ai shprehet se dëshiron që këtë pasion dhe dije ta lërë trashëgimi edhe tek të rinjt. Sipas tij, brezi i ri duhet të përpiqet të vazhdojë traditën e nxjerrjes së rakisë në mënyrë që kjo pjesë e kulturës shqiptare të mos humbas, por të ruhet si një simbol i lidhjes së fortë me rrënjët dhe zakonet e hershme të vendit. Po të rinjt, sa interesohen për ta mësuar si proces, për ta vazhduar si traditë? Të rinjt dëgjoj më i vash. Të rinjt tani neve na shikojnë dhe bëjnë dhe ata kanë, po se sa do bëjnë më vonë nuk e di, po neve të paktën brezi jon mundohemi që t'u lëm dhe të rinjve këtë. Se domosdoshmë ne do ikim në një farkohë, do ikim sa do se kështu kjo jetë. Do vi puna që këto rrush, këto pjergulla, këto shtrate me ardhi që kemi, atyre djemve do të ngelen. Po dhe ata do t'i mbajnë këto, do t'i shfrytëzojnë këto për punë e tyre. Kështu që të lindi, në kjo se nuk do të lindi nevoja që t'i bëjnë. Çfarë do ju thonit sot të rinjve? Të rinjve do të themi shëndet, mbarësi ku do që të jenë, edhe vullnet për punë. Edhe vullnet për punë. Të kenë parasysh të gjitha këto që bëjnë ne tani, t'i vazhdojnë në vazhdim. Nxjerrja e rakisë në Nokov mbetet një traditë e gjallë që lidh të shkuarën me të tashmen. Banorët e shohin këtë proces si një trashëgimi që duhet të ruajtur dhe përcjell tek brezat e rinj, në mënyrë që ky art i vjetër shqiptar të vazhdojë të jetojë edhe në të ardhmen. Në Lazaratu përkujtua Baba Zeneli, figura e njohur e bektashizmit që prej 2 shekujsh nderohet nga komuniteti. Baba Zeneli nderoi jetë rreth vitit 1827, por kujtimi i tij mbetet i gjallë në zemrat e besimtarëve bektashinj. Në fshatin Lazaratu zhvillua përkujtimi për Baba Zenelin, figurën e njohur të bektashizmit dhe shenjtorin që prej 2 shekujsh nderohet nga komuniteti lokal. Në aktivitet morën pjesë klerik bektashinj, të cilët vlerësuan kontributin e Baba Zenelit për përhapjen e besimit, predikimin e dashurisë mes njerëzve dhe forcimin e drejtësisë shoqërore në një periudhë të vështirë për shqiptarët. Pas shumë brezash, mbetet i gjallë. Baba Zeneli njihet për zemrën e tij të madhe dhe për dorën e tij të hapur. A i ndihmonte të varfrit, mbështeste ata që kishin nevojë, pajtonte njerëzit mes tyre kur lind mosmarrveshje. Ishte gjithmonë pranë popullit. Fjalët e tij të buta, buzëqeshja dhe besimi i tij të palëkundur tek Zoti. Sot do sa kujtojmë Baba Zenelin dhe të lutemi që fryma e tij të vazhdojë dhe të bëjmë të bekuar këtë vend. Dhe të lutemi që Zoti na jap forcë dhe urtësi që të ecim në rrugën e tij, në rrugën e mirësisë dhe të dashurisë. Zoti e bekoft kujtimin e Baba Zenelit. Paqja dhe drita e Zotit qoftë gjithmonë mbi këtë fshat, mbi këtë popull dhe mbi të gjithë ne. Amen. Qoftë i paguar Baba Zeneli, rojnë dhe ta përtojnë. Baba Zeneli, i cili nderoi jetë rreth vitit 1827, mbetet një simbol shpirtëror i gjallë për banorët e Lazaratit, që vijojnë ta kujtojnë dhe ta nderojnë brez pas brezi. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë mirupafshim.